Në një nga netët më të veçanta dhe më të ndjeshme të këtij edicioni të Big Brother Kosova, nata e vitit të ri solli një atmosferë krejt ndryshe nga tensionet, nominimet dhe debatet që zakonisht mbushin shtëpinë. Banorët, për një çast, harruan lojën, strategjitë dhe rivalitetet e përditshme dhe u përqafuan me njëri tjetrin, duke shpërndarë emocione të sinqerta dhe gëzim të pastër. Ishte një moment i rrallë ku secili tregoi anën më të butë dhe më njerëzore të vetes. Në dhomën e përbashkët, drita e ngrohtë dhe muzikë festive krijonin një atmosferë të veçantë. Banorët lëviznin nga njëri te tjetri, duke u përqafuar, duke qeshur dhe duke uruar njëri tjetrin për vitin e ri. Ishte sikur të gjitha tensionet e grumbulluara gjatë javëve të izolimit u shkrin për disa çaste, duke lënë vend vetëm për gëzim, shoqëri dhe bashkim. Qeshjet dhe përqafimet nuk ishin vetëm shenja mirësjelljeje, por shprehje e një lidhjeje të ndërtuar brenda 4 mureve, një marrëdhënie që vetëm Big Brother mund ta krijojë mes njerëzve të huaj që jetojnë bashkë në këtë natë festive. Banorët gjithashtu ju drejtuan publikut dhe shqiptarëve kudo, duke uruar një vit të ri të lumtur. Mes buzëqeshjeve dhe entuziazmit të sinqert, ata shprehen dëshirën që viti i ri të sillte shëndet, paqe, suksese dhe momente të bukura për të gjithë. Nuk ishte thjesht një urim formal, por një shprehje e ndjenjës së përbashkët që u krijua gjatë qëndrimit të tyre në shtëpi dhe e lidhjes që ata ndjen me komunitetin jashtë kamerave. Çasti ishte po aq i bukur sa edhe prekës. Disa banorë mbanin dorën e njëri tjetrit, të tjerë i thoshin fjalët me zë të ulët, por plot emocion, dhe të gjithë së bashku krijuan një atmosferë që për pak e bëri shtëpinë të ndiej si një familje e vërtetë. Ishte një kujtesë se pavarësisht lojës, intrigave dhe konflikteve, ndjenja njerëzore, solidariteti dhe gëzimi i përbashkët mbeten gjithmonë mbi gjithçka. Ky moment u regjistrua nga kamerat dhe nga publiku si një nga episodet më të ngrohta të këtij.